Laguna e Patokut tashmë është ndërruar në një atrakcion turistik. Gjithnjë më shumë po preferohet për turistët vendas dhe të huaj për të kaluar një fundjavë të bukur, por jo vetëm. Ajri i pastër, bukuritë e saj natyrore dhe biodiversiteti i pastur janë vetëm disa nga arsyet pse vizitorët zgjedhin Lagunën e Patokut. Po bie taksi, po është shumë vend i bukur. Patoku kemi ardhur disa herë dhe që vetëm që na lej shije që të tim prapë. Shkak gatimit, ambienti, qetësi, relaks, jemi gjithë ditën në punë. Edhe vim fundjavë, pushojmë që. Kudo që janë, në Itali, kemi dhe njerëz që janë në Angli, krenohemi dhe tashti krenohemi që jemi shqiptarë. Përveç vlerave ekologjike, kjo zonë ka tërheqë vëmendjen edhe për turizmin e qëndrueshëm, me restorante tradicionale që ofrojnë gatime të freskëta. Gjatë viteve të fundit, investimet janë të konsiderueshme në Lagunën e Patokut, duke i dhënë ambicie biznesit. Kjo dukshëm ka rritur vlerat në zhvillimin e turizmit. Sipas bizneseve të zonës, ka premisa që këtë sezon turistik, numri vizitorëve vendas dhe të huaj pritet në rritje të konsiderueshme.